Nëse kishte diçka që nuk dishoja kur në jetë, ai ishte seksualiteti im. Mendoja se isha i plotësuar. Kam 2 fëmijë, jam i martuar me një grua të mrekullueshme, që mendoja se e doja. Derisa rash në dashuri me një burr. Kalova nga hetero në biseksual. Ishte një ditë e zakonshme pune. Ishte e premte dhe duhet të mbyllja disa gjëra të fundit që më kishin mbetur nga java. Që më pas të shijoja fundjavën i qetë me familjen. U drejtova për në zyrë, kur sekretare më njoftoi se dikush ishte duke më pritur për një intervistë pune. E kisha harruar fare. U futa në zyrë, ai ishte ulur në këndin e pritjes. Këmisha e tij në ngjyrë mustardë krijonte një harmoni të mrekullueshme me lëkurën ngjyrë kafe të këndit dhe ende pa u prezantuar i thash: "Uroj ta kesh shfrytzuar vonesën time për të bërë ndonjë foto të ai këndi." Më doli shumë natyrshëm, por u pendova direkt sapo e thash, sidomos kur e pash se si u skuq në fytyrë. Jo aq nga komplimenti se sa nga sikleti që të thoshte. Pastaj qesha dhe i thash që e kisha fjalën për ngjyrat. Shkojnë shumë bashkë. Ai dukej sikur u çlirua. Më pas mësova që ai kishte marrë si gjuhëti direkt dhe nuk dinte si ta lexonte sepse i dukesha gjithçka tjetër përveç se gay. Megjithatë, nuk kishte të bënte fare me gjuhëtin. Ishte një koment spontan që ashtu më erdhi. Nuk kisha patur kur të rreqe fizike ndaj një mashkulli, nuk e kisha tradhtuar kur gruan time. Ndaj takimi me të ishte gjithçka përveç se një flirt. Në atë moment, ai ishte një nga shumë të rinj që dërgonin CV dhe kërkonin të punësoheshin në agjencinë ku ndretoja. Por kishte diçka tek ai. Diçka që më theu botën përmys në mënyrën më të bukur të mundshme. Teksa ai fliste për veten dhe arsyeën pse donte të ishte pjesë e ekipit tim, unë shfletoja CV-n. Kishte pak eksperiencë pune, por i diplomuar në fushë që kërkonim ne. Fundja eksperjenca për mua s'ka pasur asnjëherë rëndësi. Ai ishte 23 vjeç, 15 vite më i vogël se unë. Fliste rrjedhshëm, duke një djalë shumë i edukuar. Më dha një energji të mirë. Ndaj vendosa t'i jepja një shans. Do punësoje në agjenci. Nuk e lash të priste, pasi përfundoi intervistën i thash direkt: "Të hënën duhet t'jesh në punë në orën 8. Ai u trondit. Nuk e kuptoi nëse bëja shaka apo e kisha seriozisht. Pastaj më dhuroi një buzëqeshje të madhe me dhëmbët e tij të përkryer. Më falenderoi dhe u përshëndetëm. La pas aromën e qitrës, limonit, diçka pikante dhe egzotike. Kishte hedhur Gucci Guilty. Kaluan 2 muaj dhe prania e tij më bezdiste sa herë që vinte raportonte në zyrë. Më shpërqendronte lëkura e tij në ngjyrë gruri dhe dora që kalonte në flok kaf sa herë ndiej në siklet. Diçka nuk shkonte me mua. Në vitën dot nga vetja që studioja fizikun e tij me detaje dhe ndjeja që më rritej kur shikoja buzën e tij. Pastaj shkoja në shtëpi dhe bëja shumë seks me gruan, seks të egër. Me shpresën për të nxjerrë demonin që mendoja se më kishte pushtuar brenda vetes. Por një ditë vetja më tradhtoi. Pasioni mori drejtimin e vetes dhe pas atij momenti nuk kisha më kthim pas. Ishim të dy në zyrë pas një dite të gjatë pune. Pash orën, kishte kaluar 5 pas ditës, kishte mbyllur të gjithë ditën e punës përveç tij. Ndaj lejova vetes të krijoja amësi me të. Edhe pse unë isha shefi e ai varësi, duhet të shtensionoja pak situatën me pyetje të tipit: "Çfarë bën në kohën e lirë? Ke ndonjë shoqe?" Unë e dija që ai ishte gay. Fjalët për të kishin ecur me shpejtësi, më shpejt se ai. Më tha që nuk kishte shoqe. Nuk kishte puthur kur asnjë vajzë. Unë bëra rolin e çuditurit, kur pastaj ai tha: "Kam shkuar vetëm me djem. Nuk më pëlqejnë vajzat." Unë ngrita nga karrika kur ia gjithmonë pas tryezës së punës dhe ftova të uleshim në këndin e ndenjës. Të më tregonte më shumë pse kjo zgjedhje. Më shumë se sa të kuptoja zgjedhjen e tij, po vdisja të më tregonte se si bënte seks me një tjetër mashkull, si prishej. Ai nuk e pati të vështirë ta kuptonte. Kohë më vonë më tha se dridhesha i tëri dhe se nga pantallonat dalloje që më ishte ngritur. Gjithçka ndodhi aq shpejt. Ai u ul në krahun tim, më afrua ngadalë pranë fytyrës, nxori gjuhën dhe nisi të më lëpinte buzët. Ngriva. Nisi të më dhinte nga ekscitimi. Ishte puthja më pasionante që kisha ndjerë deri në atë moment. Teksa ai luante brenda gojës time, zbërtheu pantallonat dhe zbriti poshtë. Vë bas që asnjë femër nuk ma ka marrë kurrë në si ai.
Ishte thjesht I mrekullueshëm ai moment. Erdha në gojën e tij shumë shpejt. Testikujt e mi kishin qenë në torturë për një kohë të gjatë, ndaj nuk e fajsova veten edhe pse doja që të kishte zgjatur gjithë darkën. Mu deshën pak minuta ta kuptoja çfarë kishte ndodhur, kur ai tha, mos u shqetëso, nuk I tregoj askujt për këtë që ndodhi. Sigurisht do e bësh, e thash duke buzëqeshur, e më pas shtova, ishte shumë e mirë. Ai qeshi dhe në heshti u largua nga zyra. Kur shkova në shtrat, gruan e kishte zënë gjumin. E putha në ballë dhe pastaj shkova të kontrolloja fëmijët. Ata flinin si ëngjëj. Pa kuptuar nisa të qaj. Ata nuk e meritonin një baba si unë. U premtova me zë të ulët se ajo asaj nate nuk do të ndodhte më kurrë. Ata duhet të bëheshin të fortë, burra e jo U premtova, po. Pra ai demoni ishte akoma në zyrën time dhe nëse ishte ngjitja në qiellin e parë, seksi ishte kush e di sa lart. Nuk I rezistova dot. Nuk dua t'i rezistoj sepse ende nuk kam zbuluar asgjë nga kënaqësia e jetës. U pendova për premtimin që bëra vetëm 3 ditë më pas, kur kishte ardhur momenti I shumë pritur. Kur ai filloi të zhvishej e të kthehej pas, kuptova që seksi më I keq që kam bërë në jetë ishte ai me gruan time, pasi provova një burr. Nga kultuku I zyrës kaluam në një standard tjetër. Pas pune kaloja në gazonierën e tij që do të bëhej shumë shpejt rutina jonë e re. Foleja e dashurisë. Arritëm në apartamentin e tij të vogël dhe shkuam drejt në shtratin e tij duke u zhveshur shpejt. Thua se kishim kohë që nuk shiheshim. Bëm seks gjithë natën dhe në mëngjes u zgjova në krahët e tij. U bë një vit që strukemi në folen tonë. Aty çdo gjë ndalon. Nuk mendoj për asgjë, as për gruan dhe as për fëmijët. Aty jam vetëm unë dhe ai. Po me gruan çfarë raporti kanë? Do të thua sa bëj seks me gruan? Patjetër që po. Është e vështirë. Ndonjëherë pa më parë ajo, kur është me shpinë apo jam sipër saj, mundohem të mendoj atë. Mendoj sikur ai është aty me mua. Teksa ja fus gruas time, mendoj sikur ai është duke ma futur mua. Është një nga dëshirat më të shfrenuara që kam dhe më funksionon gjithmonë. Shiko, nuk është aq e thjeshtë. Do ketë nga ata që besojnë, janë shumë ata që mendojnë që ky është edhe baba, super familjen e tij, nuk mendon për ta, por edhe nga ata që janë të pak në numër që mendojnë, lëre gruan dhe jetoj lirë si gay. Unë kam zgjedhur të bëj një jetë dyfisht, sepse vetëm kështu mund ta mbaj pozitën time në shoqërinë e biznesmenit, I suksesshëm dhe si burr, shtylla e familjes. Por dhe të jem vetja në fshehtësi, aty ku nuk më shikon askush. Deri tani unë jam I lumtur me jetën time të dyfisht.